Shkrirja e Bashkisë së Fusharzit ka nxitur reagime të forta në qytetin malore. Banorë të rinj dhe përfaqësues të diasporës dolën në protestë kundër reformës së re territoriale të propozuar nga mazhoranca që e bashkon Fusharzin me Pukën. Protestuesit thonë se shkrirja e Bashkisë rrezikon të zbejë identitetin e zonës, të dobësojë përfaqësimin vendor dhe të përshpejtojë largimin e banorëve. Në mbështetje të kauzës ishin edhe kryebashkiakët e Mirditës Albert Mylyshi dhe ai Pukës Rok Dodaj, si dhe përfaqësues politik të Partisë Demokratike. Kryebashkiaku i Fusharzit Hilcurri kundërshtoi me tone të forta draftin, duke kërkuar që qytetarët të pyeten për të ardhmen administrative të zonës. Adresia më e madhe që mund t'i bëhet ti komuniteti kaq vujtur është që fjala e një personi i cili për mu dhe për komunitetin i Bashkisë Fusharzit është i padëshirueshëm, mas zotit Mazligut që thotë shkrirjet Fusharzi. Shkrirje, do me thonë, është një fjalë raciste. Zona Veriut, me këto tradita, me 3 qarqe, ka një bashki që është e padëshirueshme, që quhet Bashkia e Fusharzit. Mendoj që djemnia e kësaj bashkie, qytetarët e kësaj bashkie, burrat e gratë e kësaj bashkie, sot më shumë se kur janë provokuar. Dhe unë i baj thirrje çdo deputetit parlamentit shqiptar që mos të marrin në përkam dinitetin e Bashkisë Fusharzit. I shkrin një herë komunat, i prunë deri në Fusharz, tash dojnë me shkri Fusharzin me sul Pukë, ma ne do shkrin Pukën me sul Shkodër. Ne nuk kemi rrugë tjetër. Është e vështirë, është e lodhshme, por në identitetin, moralin dhe në krenarin ton është që t'i dalim sot çdo ditë, çdo sekond vendit ton. Bashkia Fusharzit nuk do të shkrihet. Dhe për mos shkrirjen e Bashkisë Fusharzit do ta mbrojmë biznesin. Askund s'mund ndodh, aq më tepër në Bashkimin Evropian që ne aderojmë të hyjmë, të shkrish bashki, të largosh institucionet nga qytetarët. Diskutohet vetëm ndarje territoriale, fshirje e bashkish, shtim territorësh një bashkie, heqje një tjetre. A thu se ky është halli më i madh që ka Shqipëria sot. Nëse duan të diskutojnë për autonomi vendore, për pushtet lokal, duhet merren me kompetencat që ka pushteti lokal. Jepu më shumë kompetenca kryetarëve të bashkive. Do të jetë një draft i cili nuk ka nevojë me studiu më gjatë, por që do hidhet poshtë unanimisht nga këshilltarët e Bashkisë Pukë, nga Bashkia Pukë dhe nga ato aktorë që japin vlera që çdo draft, çdo ligj do i shërbejë qytetarit. Në rastin aktual, ky lloj drafti shkel dignitetin e çdo qytetari, çdo banori të rrethit Pukës, Bashkisë Fusharz dhe kujda. Curri paralajmëroi vijimin e protestave dhe një nisëm për referendum e cila synon të përfshijë edhe banorët në diasporë. Kundërshtim e pati edhe nga ish kandidati i Partisë Socialiste për deputet në këtë zonë Paulin Luli dhe banorë të tjerë të Fusharzit. S'ka parti, ka dignitet, ka dashuri, ka vendlindje. Prandaj duhet ju dëgjoj që përtisni në zonë të lartë, poshtë qeveria korruptuar. Jep tërheqjen e Dirama. Kjo nuk është reformë administrative. Kjo është reformë elektorale politike, ku në interesat banorëve të Fusharzit. Edhe ekonomike, po ku në interesat banorëve të Fusharzit. Ju kërkoj ndjes nëse ju kam kërku votën për Diramën. Por kë nuk e ka meritu. Kërkojmë respekt. Respekt për historinë e Fusharzit. Respekt për njerëzit që punojnë dhe jetojnë këtu. Respekt për të drejtën tonë për të dëgjuar. Mund të ndryshosh kufin në një hartë, por nuk mund të shkullësh një vend nga kujtesa e bijve të tij. Fusharzi nuk është një pikë që mund të fshihet me një vi në letër. Është histori, është mund, është sakrificë, është jetë njerëzish. Nuk i duhet na nesh i popullt, po i duhet me deleguaj paketën e moleve e me pru njerëz me shfrytzu këtë vend. Me na leshitna, si e na pjellë se na fillës. Unë nga Berisha baj 3 orë për dalë në i balën një njësin i balës. Dhe nga i balë e Fusharzit baj dhe 1 orë. Ta një Severia me një draft do me në largua edhe rreth 1 orë me në shujnë Pukë.
Falemderë qeverisë që kje po një jep tillë me na diskredituar, me na falimentuar. As për deputet, i djallë të bëjmojnë, mos shkeli këtu në qëse kërë kantonin për shkërien e bashkisë Fusharës. Komuniteti kërkon që çdo ndryshim i kufive administrativ të bëhet vetëm pasi të merret mendimi i tyre. Për ta ruajtja Bashkisë së Fusharzit lidhet jo vetëm me administrimin vendor, por edhe me identitetin dhe të ardhmen e zonës. Bashkia Fusharës me afro 4878 banor, sipas draftit të socialistëve, do të bashkohet me Pukën, e cila sipas sensusit numëron 6222 banor.